kemi kodin unik, besa bes, kemi gjuhën më të vjetër dhe jemi paqësorët në histori. Kemi të drejtën e botës të ndryshojmë rendin e ri botror. Po, fiks, ajo është. Ore do bëmi maja e gjithë planetit. Çfarë burr, mos e bëmë rënqetet mishi tani për zotin. Ore jemi njësh apo të them burr. Po këto na thuje vëlla, mos na bë tani pesimist të but tash me gjona. O thuaj pra jeni njësh atë, je mret, jo se ngatrova film. Ore jemi të papam po të them burr. Po si ka mundësi na kanë bë kaq pisa që kemi filluar me dyshuki njëri tjetrit, si vlerësojmë njëri tjetrin. Nëse shqiptari ndërgjerësohet dhe ngren kokën. Ne ke thonë një herë tjetër ti këtë. Si është shpreha që do jenë të lumtur, ku ti është që ke thënë shpreha disa herë ti, që të kesh një mik shqiptar, se kush unë kam thënë? Ti ke thënë. Që më mbotë burr, që bëhet është një kështu që duhet amerikanët, për amerikanët duket. Që i bën thirrje njëri tjetrit, nuk e di si është, mos si e ke thënë valla që është i shprehje që e ke thënë që do jenë fituar po të keni mik shqiptar, se si ishte. Po se kam thënë unë atë, po ta thënë dhe maja men. E ka ke gjithë ato të ftuar këtu. Po, nuk e di, ma ka thënë njëri, bro, okay. Më ka thënë një shprehje që më thonë që po, nëse ideja ishte që jemi vërtet absolutisht njësha neve si shqiptar, ilirët janë legjendar. Jo mitologjirë, legjendar me kuptimin madhështor, domethënë ishin të zgjuar, të fortë, të mençur, stratege, çfarë të them unë, domethënë aq të aftë, aq të mprefët, aq strategjik, që s'kishim as i vend tjetër. Tani disave nuk i pëlqen kjo, po ilirët me Helenët kemi ecur për 5000 vjet bashk. Kemi të njëjtin ADN. Po këta legendat na ndavën neve, sepse këto 100 vitet e fundit është derdhur shumë para që të na përçajnë dhe të na fusin në urrejtje. Po, vini re këtë gjë. Si ka mundësi që nga gjithë shtetet e botës, vetëm neve edhe Greqisë janë ndryshuar emrin. Neve nga Shqipëri na bën Albani. Ata nga Helladha u quajtën grek, Gris. Vetëm këtyre dy vendve janë ndryshuar emrin. Sepse nuk duan që të marrin vesh çka kemi qenë neve me njëri tjetrin. Kemi të njëjtin ADN. Tani është hedhur pafund para që të urremi me njëri tjetrin, si atje dhe këtu, edhe kush e hungry. Prandaj është ajo që po dëgjon emrin e tyre, fillon e kërcenoi damari propagandës direkte. Siç edhe atje. Ka racista edhe këtu, ka racista edhe atje. Po ka njerëz që i din këto gjëra. Atje në Greqi e din deri diku, kurse këtu e din shumë pak veta. Po neve kemi ecur, tani e morët vesh edhe ju, kemi ecur 5000 vjet bashk. Çdo gjë, çdo kështu përballje armiqësore e përballoshim bashkë me njëri tjetrin, ishim dy vëllezër tamam valla, jo në formë romantike. Dy vëllezër në gjak, në ADN, po të bëhet ato analizat e ADN-s, dalin vëllezër valla, komplet. Kalojm duhet të dënojmë të gjitha shtetet grabiqare dhe të vendoset kodi unik mbar botror besa bes. Kush të thyen besën dhe ketë dënimin e vet, por jo me mira ligje dënimin dhe lirimin. S'ka o bes o i pa bes. Ajo është fjalë vërtet e shenjtë që quhet besa. Atë cilësinë e asaj fjalës për mbajtjen e vërtetë e mban e ruan vetëm shqiptari. Ta dini këtë. Neve akoma jemi duke ruajtur të vlerën e asaj fjalës madhështore. Besa, vetëm ne e kemi. Se kam parë që është diskutuar dhe jashtë që shqiptarët kanë një fjalë që e kanë shumë të shenjtë, thoshin ata atje, edhe e vlerësojnë shumë atë pjesën e besës. Është një vlerë aq e madhe sa që pjesa tjetër e botës e ka humbur. Janë kthy në zombi komplet. Domethënë po të kërkosh në gjithë botën, ka humbur, është fshirë, sidomos atje në Gjermani, atje ke robota komplet, atje futi atë kurdisme dhe ecin vetë ashtu Po, ka filluar për plasërinë e mureve, rruga. Komplet i ka ik busulla nga vendi. Në Shqipëri, nëse do kërkosh njerëzillëk, ka mbetur jo me shumë doza të larta, po ka mbetur akoma i brumi, i besës, edhe i njerëzillëkut, në Shqipëri nga shqiptarët, e kemi në ADN më vlla. Ne po dham fjalën do e mbajmë. Mos shikoni këta kopilat që dalin atje dhe po na fliqin neve nëpër bot, del ai pallosh atje me atletet gjatë, bën ca lëvizje kështu kot pa lidhje. Kupton, vlera që kemi neve, po çum kokë neve të kuptojmë se nga e kemi preardhjen, çfarë vlere kemi, çfarë pasurie kemi, do dridhet gjithë bota po të them. Do na ketë nevojë.
Riformatim kombëtar duhet të nisi nga brenda të zhduken të gjitha ndikombëtarët, të vegjël dhe të mëdhenj qofshin dënim dhe dëbim, më pas të kërkohet llogaridhënie e fingjë, më pas në mbar botën, duket çudi por realitet. Po më vëlla, po këtë kemi thënë o Samir, je shumë korrekt me gjithë ato siç ka ke thënë, si e ke prekë në Zanafill, kush jemi duke vlerësuar shqiptarët dhe se çka duhet bërë, por si do të bëhet vëlla? Kjo është ajo, si do të bëhet, vëlla, se është bërë një sistem i tërë që si do ta shbësh. Se je shumë i saktë me ato që thu. Bravo. E kena menduar, e kena shprehur dhe këtu, vëlla, nuk bëhet ajo. Vetëm po u çu shqiptari të marrë situatën në dorë vet. Paqësor nuk jemi, thot, mos ja fut kot tani, thot Geri. Si nuk jemi paqësor, po ti mos shiko një pjesë që është razuar tashmë dhe ka kalu, po është një pjesë e shqiptarëve këtu që e ruajnë akoma atë shqiptarinë, atë esencën e të qenë shqiptar i lirë, me prardhje i lire. Ato vlerat që na karakterizojnë neve edhe jemi akoma duke i ruajtur deri më sot. Do të thënë, po të mos ishte Sorosi dhe Izraeli, Shqipëria do të ishte si Zvicra, thot? Ore, do ishim qendra e botës, vëlla. Më mirë se Zvicra. Do ishim Amerika e botës. Pa ato elementet e Babilonisë, Amerika është Babiloni. Është perandoria romake. Është Amerika sot. Që do të pushtoj gjithçka me dhunë. Po nuk dëgjove, thot, të fus bombardime, të fus edhe tërmetin me harbin, siç e bëri Indonezis, edhe Japonis, edhe shumë vendeve tjera. Po neve nga që kemi këtë ushtarin e tyre në krye, në cilën ëndër thotë ke parë që në Shqipëri ka besë, thot një. Po ç'të bëj vëlla, tani po e lëshuam dhe ne atë. Besa thot humbi që me komunizmin. Po Aleksi thot që para komunizmit, thot për besën apo jo. Ore, deri sot, vëlla, deri sot. Ka besë sot? Janë njerëz këtu në Shqipëri, jashtë nuk ekziston, nuk bëhet fjalë. Po edhe këtu me Aleksin, se jam deri ku jam dakord edhe me komentuesin që thotë, ç'a besë kemi ne. Jo, ka burra vërtet këtu më vëlla, që po ta dhan fjalën nuk e thyen botë. Është ajo. Është masa është bërë shumë pisë burr, ne sot na kanë bërë pisë gjitha, do jo vetëm. Po shtrit ajo kalbi amoll, po shtrit. Është kalbi, mund të ketë pas vëlla. Ne edhe për mikpritje themi, i besës, i mikpritjes janë gjëra që i themi, po ne të pa i vrau atë tja, vëlla, ne jena katila që kur lindim, vëlla. Po ç'a vrau se burgaxhin ishin, vëlla, i nxori ai, apo thuat rasin atit turistit atit francezit. Po, në Ksamil. Po. Ata që vran ata ishin burgaxhin, po s'ka drejtë vëlla të vrasë edhe burgaxhi tjetër po. Po pa i mbahet për. Po kush është burgaxhi? Ai çuni që ka dalë, ai kamariera që vrau te, ai security çai ishte. Ata të dy, po ato dy gallofat. Por shqiptarin thua që ishte burgaxhi. Po, i nxori ai shefi vet aty, la lek burgut aty, i nxori këtë. Po ne pra jemi kush shqiptar, është po shqiptar ai. Ç'a mikpritje thotë. Po mi mos kapim këto rastet e këtyre banale më burr, se tani. Janë raste banale më vëlla, se është përvitshme, ne të vrasim më burr. Ne e gërsira më burr, ç'a mikpritje burr. Okej, mund ta ketë pas besën, mikpritjen tjetrën. Nëse unë s'u mbash shpresën që ka vlerë akoma ky vend. Nuk është si dua të mos dua dhe unë të jem mik, domethënë ta besoj atë gjë vëlla. Po e kanë shkatruar, e kanë bëu aq pisë dhe nuk e di.